bashkëpunimin e Një marrëveshje bashkëpunimi është nënshkruar mes Policisë së Shtetit dhe Inspektoriatit të Përgjithshëm, me synim forcimin e koordinimit institucional në luftën kundër fenomeneve të paligjshme dhe mbrojtjen e interesit publik. Dokumenti u firmos në ambientet e Policisë së Shtetit nga drejtori i përgjithshëm Skënder Hita dhe kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula. Të dy zyrtarët e cilësuan marrëveshjen si një hap të rëndësishëm drejt rritjes së efikasitetit në veprimet kundër shkeljeve ligjore dhe forcim të besimit të qytetarëve. Marrëveshja parashikon një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të koordinuar për parandalimin dhe goditjen e ndërtimeve pa leje, krimeve mjedisore, punës së paligjshme dhe shkeljeve në tregun e punës, si dhe për garantimin e sigurisë ushqimore, barnave dhe pajisjeve mjekësore. Sot jemi këtu për të formalizuar një akt marrëveshje që kemi me kryeinspektorin dhe me të gjithë inspektoriatet e tjerë, por kjo nuk është thjesht një marrëveshje në letër, por është një fryt i bashkëpunimit ton dhe i shprehjes së vullnetit ton për luftimin e të gjithë fenomeneve për sa u përket inspektoriateve, që nga ndërtimet pa leje, që nga shërbimet e AKU-s që duhet të ofrohen edhe deri te inspektoriati primor apo dhe më tej. Kështu që në këtë vazhd, bashkëpunimi midis nesh dhe kryeinspektorit dhe gjithë inspektoriateve do jetë në nivel qendror dhe në nivel lokal dhe bashkëpunimi për kraja nuk do mungoj në asnjë moment dhe asnjëherë. Gjatë kohës që do jemi në terren, grupet tuaja mbajnë ato aktet administrativ, ne pastaj mund të vazhdojmë dhe me ndjekjen penale të çdo rasti dhe të çdo veprimtarie të kundërligjshme që zhvillohet. Ka shumë rëndësi që organet të cilët janë në zbatim të ligjit në Republikën e Shqipërisë të kenë ndërveprim dhe bashkëpunim të ngushtë, të përditshëm por në përmbushjen e detyrave, sepse qëllimi i vetëm është në zbatim të ligjit dhe në sigurinë dhe në mbrojtjen e qytetarëve. Subjektet e caktuara të cilët shkelin ligjin dhe janë në paligjshmëri të plotë, do duhet që edhe duke filluar nga inspektoratet, por në mbështetjen e fuqishme të policisë së shtetit, do duhet që ne të parandalojmë të gjithë elementet keqbërës të cilët tentojnë të sjellin në Shqipëri nëpërmjet importit të tyre ushqime të cilët janë në dëm të shëndetit të qytetarëve. Gjithashtu marrëveshja synon rritjen e kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve të përbashkëta, shkëmbimit të eksperiencave dhe unifikimit të praktikave të punës, si dhe informimin e publikut në përputhje me legjislacionin në fuqi.